Një event në liçenin Havasu të Arizonës përpaksa nuk përfundoi në tragjedi për 2 garues, të cilët po pilotonin një varg të tipit Skater 388 me fuqi të jashtëzakonshme prej 10.000 kuaj fuqi. Garuesit, të njohur me pseudonimet John Wayne dhe Clint Eastwood, synonin të thyenin një rekord shpejtësie prej 206 miljesh në orë, por tentativa e tyre mori një kthes të rrezikshme kur varka doli jashtë kontrollit. Në pamjet që janë shpërndarë gjërësisht në rrjetet sociale, varka shihet duke lundruar me shpejtësi të madhe, ndërsa ndiqej nga një helikopter që po e filmonte. Gjatë lundrimit, pjesa e përparme e mjetit shkëputet nga sipërfaqja e ujit dhe brenda pak sekondave një erë forte ngre të gjithë varkën në ajër. Mjeti fluturon disa metra mbi liçen duke kryer rrotullime gati 360 gradë në horizont, përpara se të përplaset fuqishëm kur cepi i parë prek ujin. Dyshohet se era e fortë ka qenë një nga faktorët kryesor që çoi në rrëzimin e varkës, por ironikisht po ajo erë mund të ketë ndihmuar në shmangjen e një tragjedie, duke amortizuar përplasjen dhe shpëtuar jetën e garuesve në bord.